Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Është ora 12, kod lusim së bashku me ju lutjen e Engjëllit të Zotit, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojes Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja, shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e Engjëllit na zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. të themi një aty një të fali Mari për shpirtrat të burgatorit, aty në që në qiellu shetroft e mryt, ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Jep o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë të lutim liturgjinë e orës së mesme, java 12 gjatë vitit liturgjik, e shtunë java e 4 e psalterit, psalm të mara. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyi i vërtet që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamatave, flakë zjarrin, shuaj flakët e shamatave, flakë zjarrin e dëmprursve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atër drejtësi dhe ti birë baraz me atin.
bashkë me shpirtin ngushtimtar që mbretëronin ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. E paqja në ndihmë të djathtën tënde, o Zot, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. Psalmin 119, pjesa 22. Le të arrit e ti, o Zot, britma ime, më ndriço mendjen sipas fjalës sate. Le të da lutja ime para fytyrës sate. Më liro, ashtu si ma ke dhënë fjalën. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti mi mësove rregulloret e tua. Gjuha ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta. E paqja në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë, o Zot, shëlbimin tënd. Kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj. Në ndihmë do t'i kem gjyqjet e tua, u enda poshtë lart, por si delja humbur. Kërkoje shërbëtorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. e paqja në ndihmë të djathtën tënde, o Zot, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. Antifona e dytë. Mbretëria jote, o Zot, në shekuj të shekujve. Psalmi 45, pjesa e parë. Dasma e mbretit. Nga zemra më bërojnë fjalë të këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi shkruesit të shpejt. Ti e i bukur, më i pashmi ndër bijtë e njerëzve, u zbras hiri në buzët e mia, prandaj hyj të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën në i o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mpreta janë shtigjet e tua në zemrat e armiqëve të mbretit, popujt do të bie në sundimin tënd. Froni yt o hyj në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti uren pa drejtsin, prandaj të shuguroj hyji yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloeje e kasje petkave të tua, në pallate është elefanti, harpat të argëtojnë. Bija mbretërish janë në përsjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mbretëria jote, o Zot, në shekuj të shekujve. Antifona e tretë. Ja qyteti i shenjtë, Jerusalemi i ri, i shkëlqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Më vështro, o bi, shije dëgjo. Haroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote. Ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata, për krajën tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me arë. Në petka lara ja sjellin mbretit, për sjellja e saj, shoqet e saja vajza, me hare u prin e me brohori, ja, po hyn në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët,
Do t'i vësh princa mbi mbar dhe unë. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni. Prandaj edhe popujt do të lavdërojnë në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ja qyteti i shenjtë, Jeruzalemi i ri, i shkëlqyeshëm si nusja për zotrin e saj. Leximi i shkurtër i orës së 6 nga letra e Romakëve, kapitulli 15, rreth 5 deri në 7. Hyj që jep qëndresën dhe ngushëllimin, bëf që ju të jeni plotësisht në përkim njëri me tjetrin, sikur se dëshiron Jezu Krishti në mënyrë që një mendimi e një goje, ta lëvdoni hyjin, atin e Zotit tonë Jezu Krishtit. Prandaj, pranoni njëri tjetrin në shoqëri, sikur se Krishti ju pranoi ju për lavdinë e hyjit. Zoti e do popullin e vet. Të përvuajturve u jep fitoren. Të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na adhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju Engjëllën e Zotit si dhe liturgjinë e orës së mesme. Ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet e Radio Marisë një zë i Krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.